e taibu min dhanbi kemen la dhanbele. Mos u mërzit. Subhanallahu al-azim, këtu futet mëshira e madhe jynore. Subhanallahu al-azim, për nga kursuret që i kemi Allahut mëndueshëm. Zoti na fal. E taibu, ai që pendohet nga një gjinaf, është si njësoj si ai që se ka bëu gjinafin fare. Ky është Zoti jon. Tha ai i cili thot Zot pendohem, nuk e bëj më këtë gjinaf. Me shpirt, me zemër, e kupton që ajo e ka shkatru. Thot Zot, s'do ta bëj më, mund ta bëj më si mua, po për çastin është i sinqert. Imani, besimi, kuptimi e bën që thot Zot, pendohem këtij. S'du t'i kthehem. E ka me shpirt, se e ka kuptuar që ajo vetëm e ka shkatru, nuk e ka nderuar, ajo e ka ul, nuk e ka lartësu. Ajo e ka largu nga i madhi Zot, nuk e ka afru. Thot Zot i madh, pendohem. Më fal. Nuk e bëj më këtë gjinaf. Tha e taibu min dhanbi kemen la dhanbele. Tha ai që pendohet nga gjinaf, është i gjithë tjerët që se kanë bëu atë gjinaf. Bëjmë i gjithë barabartë.